studio me kryetarin e AGK-s, zotin Xhamel Rexha. Drejtë Ministrinë e Kosovë. Faleminderit shumë për ftesën. Keni pasur një ditë ngarkuar me qenë se raporti i reporterëve pa kufij ishte skandaloz, paktën kështu u cilësuan nga të gjithë ata që merren me media, por edhe nga njerëzit që janë të fushës. Përveç të zyrtarëve të pushtetit, gjithë e quajtën skandaloz. Është skandaloz? Është i keq kështu për Kosovën? Skandaloz është renditja për Kosovën, pra raporti është alarmues në rastin më të mirë, shokues. As personalisht nuk e kam pritur këtë rënje të sërishme kaq të madhe pas 19 vendeve të rënjes së vitit të kaluar, edhe 24 vende si vjet, 43 vende dallim për vitin 2023, është një rënje dramatike pa parë për ndonjë shtet, shteti i dytë me rënjen më të madhe, por nuk është befasi e madhe, në kuptimin që askush nuk spaku ne që merremi çdo ditë me këtë punë, nuk presim përmirësim të renditjes së Kosovës, presim përkeqësim, ndoshta ajo ka smad, por nuk presim përmirësim për shkak të asaj çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti, për shkak se qeveria udhëhequr nga zoti Kurçi të vendosur nuk janë dalur asnjëherë për të punuar aktivisht kundër mediave. Dhe këtë e kanë dëshmuar me veprime të shumta. Tani, nëse i shohim vetë raportin, përmenden 2-3 momente të rëndësishme, dhe kryesore është ligji i KPM-s, i miratimi në Kuvendin e Kosovës, i ligjit të Komisionit të Pavarur të Mediave në korrekt vitit të kaluar, 3 muaj pasi që kishte dalë raporti i reporterëve pa kufi që bënte thirrje pra dhe quante ligjin kontrovers, dhe pasi që pati një raport të ekspertës së Këshillit të Evropës që nxiste ish mazhorancën që të mos e miratoj, ligji miratua dhe në fund siç e dimë shpall antikushtetues, sepse i tillë ishte. Ne kemi thënë kaq shumë vjet, 3 vjet që ligji në formën e tillë është tendencë hapur e qeverisë për të kontrolluar mediat, për të minuar lirinë e medias në Kosovë, dhe në fund këtë vërtetoi gjykata kushtetuese. Pra, elementet tjera natyrisht kanë të bëjnë me shtjerash dhe përmendet bojkoti që qeveria e Kosovës vendosi kundër 3 televizioneve në kohën e zgjedhjeve, të nuk përmenden me emra, por natyrisht gjithçka interpretohet në kontekstin lokal, pra bojkoti ndaj Klan Kosovës të 7 dhe TV Dugajgjinit, dhe këtë e kishte pranuar shkadran qeveria e Kosovës kur i kishte kthyer një letër organizatave ndërkombëtare që atëherë ju bashkuan shqetësimit të AGK-s për këtë bojkot që vendosa do të bënte ndaj këtyre 3 televizioneve në kohën e fushatës zgjedhore, sepse ata asnjëherë nuk e kishin thënë të shkruar, as nuk e kishin thënë kështu. Nuk kishin përmend spaku me emra televizionet, kurse në një letër që e kishin nënshkruar zoti Alim Rama, sekretari i përgjithshëm i vetëvendosjes që ja kishte kthyer Federatës Evropiane të Gazetarëve dhe shoqatave tjera evropiane të gazetarëve, kishin përmendur që sipas tyre në këto 3 televizione me emra pra ka një atmosferë armiqësore, po e kishte konfirmuar arsyet që sipas tyre kishin vendosur dhe kjo hyn natyrisht tek mungesa e transparencës, përmendet që nuk ka transparencë, që gazetarët e kanë shumë të vështirë qasin në dokumente publike. Dhe gjatë gjithë këtij viti kemi marrë ankesa të shumta dhe i dime publike kur gazetarët kanë çuar pyetjet më të thjeshta në botë dhe nuk kanë marrë asnjëherë përgjigje nga ana e zëdhënësit të qeverisë për Banin Kryeziu. Askush nuk di nëse ministrit kanë zëdhënësa, askush nuk i njeh, sepse nuk flasin kurrë, nuk kthejnë përgjigje kurrë. Dhe ministrat, shumica e tyre nuk kanë dhënë intervista. Kryeministri Kurti, lideri vetëvendosës, nëse flasim vetëm për vitin e fundit, pra jep zakonisht intervista për media ndërkombëtare. Në kohën e fushatës zgjedhore ka dhënë një intervistë të vetme për një medium në Shqipëri, jo për asnjë prej Kosova ka së paku 9 televizione të mëdha, dhe nuk e ka dhënë në asnjërin prej tyre një intervistë për t'u ballavaçuar. Dhe këto të gjitha të mbledhura, natyrisht mbi të gjitha me gjuhën. Gjuha denigruese përmendet tek indikatori sociokulturor, gjuha toksike, denigruese e politikës që në këtë rast përkthehet qeverisë kundër gazetarëve. Kjo fjalia e famshme bashkëpunëtor të armikut, reporterët pa kufi gjejnë që kjo fjali pra u vihet në barë gazetarëve investigativ pa të drejtë dhe ata bëhen subjekti lajmeve të rrejshme në media sociale për shkak të punës së tyre. S'ka ndodhur asnjëherë, të paktën që nga shpalla e pavarësisë Kosovës, që në një farë forme në mënyrë të orkestruar të ketë një qasje të tillë ndaj mediave. Ky është dallimi. Ne gjithmonë kemi pasur sfida. Ka pasina individuale, për shembull, unë njëherë personalisht jam sulmuar edhe fizikisht, por kanë qenë 2 individ që si ka shtyr askush, s'ka pas motiv. Në rastin konkret, pra po flasim për motiv. Kemi pasur edhe ju sigurisht keni pasur kristime të ndryshme nga individuar edhe nga partitë të tjera politike. Natyrisht Kosova është udhëhequr për shumë vjet nga PDK-ja, kemi pasur kryeministër të qeveritë të LDK-s, kemi pasur zotin Haridin e kryeministër, dhe gjithmonë kanë pasur edhe deklarata kundër mediave tendencioze, të vështira,
ka pasur edhe fushata, por absolutisht asgjë nuk krahasohet. Është shumë e qartë, është evidente, asgjë nuk krahasohet me atë çfarë ka ndodhur, sidomos në 2 vitet e fundit. Asgjë nuk krahasohet me vitin e fundit kur retorika e vetë zotit Kurti u përkeqësua në kohën e fushatës zgjedhore kundër mediave, sidomos kundër televizionit Klan Kosova, por edhe mediave tjera dhe analistëve politik, pra e dim çfarë gjuhë kishin përdorur aktorët e vetëndosës në kohën e zgjedhjeve, për këdo që ata ndjejnë që në studio televizive e thot mendimin e vet që nuk i shkon për shtatës, nuk është në linjë me vetëndosën. Madje nuk ka pas as distancim për shkak të rastit të dhunës kur janë sulmuar gazetarët e Klan Kosovës në ditën e zgjedhjeve. Fakt pasi ka përfunduar procesi zgjedhor gjatë mbrëmjes së 9 shkurtit. Askush s'është distancuar. Në të kaluarën edhe nëse ka pasur ndonjë kërcënim, ka qenë dikush që është distancuar ose ka kërkuar një farë lloji reagimi. Jo. Ndoshta ka qenë hipokrizi, por të paktën ka pasur reagime që duhet të ketë liri të shtypit, liri të fjalës, liri të shprehjes. Në rastin konkret s'ka pasur. Ka pasur miratimin e heshtje në fakt, ose ka pasur në fakt ajo çfarë ka ndodhur ka qenë nxitje drejt për drejt nga ana e zotit Kurti dhe eksponentëve të tjerë të vetëndosës, sepse ata në tubimet zgjedhore vazhdimisht kanë thënë që Klani është i Serbisë, e ka thënë edhe në natën e zgjedhjeve zoti Kurti vetë personalisht, dhe kur njerëzit e dëgjojnë e marrën atë lirin për të sulmuar në terren, dhe ne kemi denoncuar natyrisht vështirësitë me cilat ekipet e Klan Kosovës janë përballur në natën e zgjedhjeve të 9 shkurtit për ta bërë punën e tyre, por përtej Klanit, që është më i sulmari, ka edhe media tjera, ne dim lajmin për Nacionalin, për Periskopin, po përgjithë sot sulmi më i madh është bërë ndaj AGK-s si organizatë, ndaj me personalisht, ndaj juristes së medias Flutra Husari, sepse vetëndosja, qeveria në akuzon neve që i kemi furnizuar me materiale reporterët pa kufi kundër Kosovës. Pse juve tash AGK-n dhe zonën Husari? Sepse ata besojnë pra që ne ju kemi treguar se çfarë ndodh në Kosovë reporterëve pa kufi. Ne kemi qëndrimet tona kryesisht publike. Ato janë në faqen në Facebook, janë në faqen tonë agk.ks.org. Ne e kemi një database të sulmeve që ndodhin. Dhe ato janë publike, janë edhe në anglisht, dhe kushdo mund t'u referohet. Ironikisht juve, mua edhe disa të tjerë, opozita e kaluar na ka pas akuzuar se e kena favorizu vetëndosjen në një kohë. Po, së mos mua, po, definitivisht edhe për... Ju edhe mua, në një farë forme që kemi qenë mbështetës ose kemi sjell këtu vetëndosjen. Vërtet. Por që po ndodh tash e kundërta, në realitet ju po sulmoni më shumë ti. Po. Është sekretari i AGK-s dhe normalisht Klan Kosova. Po. Nga njerëz të njëjtë në fakt. Unë s'kam ndryshuar, ne s'kemi ndryshuar si media, kemi vazhduar ta bëjmë punën tonë. Nuk është që nuk e kuptojnë, se mos të kurtet të tjerët, por nuk duan ta kuptojnë, duan ta shesin të tillë tek votuesit e tyre. Media në secilën demokraci funksionale e ka për detyrë primare të mbajë përgjegjësi qeverinë, të mbajë përgjegjës njerëzit e pushtetit, njerëzit që i marrin vendimet që ndikojnë në jetën tonë të përditshme. Kjo është detyra primare e gazetarëve dhe e mediave. Ne, mbase nuk e kemi mbajtur përgjegjësi sa duhet në opozitë vetëndosjen me atë çfarë ka bërë, me gazin Lecels në moment, me gjithë dhunën në rrugët e Prishtinës, dikush mund të na ketë edhe na ka akuzuar në fakt që atëherë i kemi dhënë shumë hapësirë, nuk i kemi mbajtur përgjegjësi. Tash, do thotë, por ne kemi mbajtur përgjegjësi atëherë qeverinë, vendimet që janë marrë nga qeveria e Panit, qeveria e PDK-s, qeveria e LDK-s, dhe tash natyrisht që fokusi gjithmonë i mediave është tek qeveria, sepse ata e marrin vendimet, sidomos në 4 vitet e fundit, vetëvendosja ka pasur shumicë absolute, ka pasur vetëm një adresë për secilin vendim për të kontestuar, për të vënë pyetje, për të diskutuar, ka qenë vetëm një adresë, vetëvendosja, sepse partitë tjera politike s'kanë qenë evaluara dhe ajo i ka marrë vendimet vet. Dhe është thjesht shkodranë, është tendencë e kësaj qeverie që e bën me vedije dhe kësaj partie politike për t'i bërë gjithë gazetarët njëjtë, për t'i bindur votuesit tyre që të mos ju besojnë. Edhe kur ato e kanë krejtësisht të dokumentuar, e kanë me zë dhe me figurë, le të themi një raportim, një shkelje të një ministerie, eks-ministerie ose të qeverisë, edhe kur gjithçka është e qartë, pra, tendenca është që njerëzit të mos u besojnë në media. Dikush kish provu me arsyetu, madje një gazetar i vjetër kishte thënë që fatmirësisht ose ishte krenuar që në 5 vitet kur zoti Kurti është kryeministër, është në pushtet, s'ka pas asnjë vrasje të gazetarëve. Është banale. Ma thanë nuk e kam parë, është të mërshëm. Ky është absolutisht, krahasimi është i të mërshëm, është i papranueshëm. Nëse matet me vrasje, është absolutisht, gazetari i fundit që është vrarë në Kosovë, është Bardolajeti në vitin 2005. Gazetari botës sot. Gazetarë nuk janë vrarë, shoqërozotit tash 20 vjet në Kosovë. Gazetarët vriten në zonat konfliktit, edhe në regjime autoritare,
edhe në reżime diktatoriale, që Kosova fatmirësisht nuk është, dhe Kosova nuk është e tillë sepse nuk e janë populli i Kosovës, nuk e janë shoqëria e Kosovës. Ky krahasim është absolutisht skandaloz. Gazetarët para 2 viteve janë sulmuar fizikisht vazhdimisht në veriun e Kosovës për shkak të rrethanave të komplikuara politike atje, por gazetarët janë sulmuar në vitet e fundit e janë sulmuar edhe më përpara fizikisht edhe në Prizren, edhe në Vitije, në kudo, në Ferizaje, në Gjilane, në Peje, për motive të ndryshme, nga njerëz të ndryshëm, nga njerëz me grupe të interesit të ndryshëm, me grupe biznesi, por shumë prej këtyre sulmeve online, shumica në fakt e sulmeve online, e denigrimit e rrezikimit fizik të gazetarëve vjen nga retorika e politikës, sepse njerëzit trimirohen pra, që ta vazhdojnë gjuhën të cilën fatkeqësisht e nis vetë kryeministri Kurti. Kryeministri në detyrë. Shumë ka pasur reagime ose kundër reagime nga ana e mbështetësve të Albin Kurtit, e mbështetësve të Lëvizjes Vendose, deputetëve, disa prej tyre kanë shkruar edhe juve dhe kemi parë edhe reagimet publike. Pra kundër raportit dhe kanë kritikuar, kanë thënë se ka liri të shprehjes. A keni pritur që të paktën dikush nga vendosja të dalë në mbështetje të gazetarëve edhe sot të paktën? Jo. Dhe të mos ketë një frymë të tillë, madje pa me edhe rastin kur trupoja dhe kryeministrit e shtynin pikërisht sa kur u publikua raporti e shtyrin një gazetar. Dhe ajo çfarë ndodhi, Nuk foli as kryeministri edhe sot për satën herë. nuk ndodh për herë të parë shtyria e gazetarëve në formë të tillë nga mbrojtja e afërt e kryeministrit Kurti, ka ndodhur në disa raste më përpara. Ama do ndodh edhe sot. Pikërisht sot. Por në fakt gjitha reagimet, prap vetëm se e vullosin atë çfarë ka gjetur raporti, do të gjitha reagimet, linqimet që kanë ardhur nga deputetët e vendosës kundër gazetarëve, kundër AKK-s, kundër me, vetëm sa e vullosin atë çfarë thot raporti, që kjo qeveri këta njerëz janë të orkestruar, janë të organizuar për të minuar lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave në Kosovë. Ekziston liri e medias në Kosovë për shkak që këto mbajnë vetë mediat dhe gazetarët. Ajo çfarë gjen raporti është që ka tendenca të vazhdueshme dhe veprime konkrete të qeverisë për ta minuar këtë liri të mediave. Një prej rasteve, përveç retorikës, është edhe nismat ligjore siç është miratimi i ligjit të KBM-s, sepse ligji i KBM-s është antikushtetues e kishte edhe gjykata kushtetuese e thotë Shkodran. Në vendim thotë që ajo në mënyrë se si është draftuar ligji është që kryetari i KBM-s do të zgjidhej direkt nga Kuvendi i Kosovës. Do të zgjidhej nga një shumicë parlamentare që do ta dërgonte që mund ta influencoj pra dikë që e zgjedh direkt. Deri më tashmë ligjin e vjetër, kryetari ose kryetaria e KBM-s zgjidhen nga anëtarët e tjerë të KBM-s. Kuvendi i Kosovës natyrisht do të zgjedhë anëtarët e KBM-s sepse është organ kushtetues, por në fund ata pastaj e vendosin njërin prej tyre si kryetar. Kurse ligji i ri parashikon që kryetari të zgjidhej direkt nga deputetët e secilës majorancë dhe majoranca e kaluar ishte e tërë vetëvendosjes pra. Dhe ky është ajo çfarë ne thonim që në këtë formë vetëvendosja do të provonte ta politizonte KBM-n dhe pastaj ti dënonte mediat me to dhe tazëm ishin deri në 40.000 euro dënimet, ato do të ishin të papërballueshme për një portal të vogël në secilin qytet të Kosovës që mund të ketë një shkrim ose disa shkrime kritike për qeverinë e Kosovës. Ndërkohë Serbia, që konsiderohet një shtet autoritar me Vučićin i cili kontrollon gjithçka, doli pak më mirë. Kosova më skeqte në rajon. Për ata të cilët mbase edhe për njerëzit që mund të besojnë kështu nga deklaratat e pushtetarëve, çfarë do të thotë, këtë përfund, çfarë do të thotë që Kosova të jetë kaq keq me lirinë e mediave? Është alarm i fundit që duhet bërë diçka për të adresuar përbashkët. Ne në konferencë për shtypje tham, dhe nuk është hera e parë, ne kishim para 3 viteve një takim me zotin Ilan Dalipi, bashkë me Imer Mushkualin dhe Flutur Akosarin për t'i kërkuar që të punojmë bashkë për ligjin e KBM-s dhe nuk ndodhe asgjë nga e takim, shkuan 3 vite e bën vetë e miratuan do shpallë antikushtetues. I gjithë insistimi në fakt, po ndodhe rreth faktit që Serbia është në vitin e ne nuk kemi pse merremi me Serbinë, as me Shqipërinë, as me Maqedoninë, as me Malin e Zi. E vërtetë është absolutisht gjithmonë, edhe konsiderojmë që edhe tash, Kosova është shumë më mirë se Serbia dhe Shqipëria. Ne e dimë çfarë ndodh konkretisht në Serbi dhe në Shqipëri. Atje shumica mediave të kontrolluara nga kryeministrat ose presidentët e të dyja vendeve. Në Kosovë kjo nuk ndodh, nuk do të thotë se nuk ka përpjekje konkrete dhe veprime konkrete për ta kontrolluar transmetuesin publik RTK. Edhe pse ka përgjysmuar buxhetin kjo qeveri nga 16 milion në 8 milion, kolegët e RTK-s shumica e tyre e bëjnë punën e tyre profesionale në kushte absolutisht të këqija, po kjo qeveri ja ka shkurtuar buxhetin, nuk e ka përgjithën për objektin dhe gjithashtu bën presion të përditshëm
në përmbajtjen sidomos të edicionit qendror të lajmeve, që është një prej edicioneve qendrore të lajmeve më të shikueshme në Kosovë. Dhe përpjekjet pra janë aty, por nuk kemi nevojë pse krahasohemi. Tash ka shumë indikator, unë nuk e di në fund të ditës si kombinojnë reporterët pa kufi, por ata, përveç përgjigjeve që i marrin, sepse e thash disa herë që ata dërgojnë tek qindra gazetarë, në secilin shtet dërgojnë një pyetësor, dhe zoti Dalipi i kishte bosuar disa prej pyetjeve dhe u dërgojnë gazetarëve, profesionistëve të mediave, profesorëve të gazetarisë dhe kushdo mund t'ja përgjigje, nuk është obligueshme natyrisht. Pastaj ata i marrin këto pikë, por në fund të ditës edhe një herë ata i bëjnë këto vlerësime duke parë çfarë ndodh konkretisht, sepse ata kanë njerëz për secilin rajon për të monitoruar. Reporterët pa kufi Shkodran shumë herë i janë bashkuar shqetësimeve tona për çështje të caktuara, duke përfshirë për shembull përpjekjen për ta mbyllur Klan Kosovën në vitin 2023. Pra ata kanë njerëz që i monitorojnë në baza ditore 5 shtete, 6 shtete me rajone dhe e dinë çfarë ndodh. Dhe ata e kanë parë se ligji i KPM-s antikushtetues është miratuar dhe prandaj kanë vendosur natyrisht që renditja të jetë e tillë çfarë është. Jem faleminderit shumë. Kënaqësi. Ndërkohë, për ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë janë rrë dhe ky raport